Përshëndetje të gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar profesoresh Alma Canin, pedagoge në Universitetin e Mjekësisë Tiranë. Profesoresha, përshëndetje dhe shumë faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit ju. Është kënaqësi e veçantë, qoftë profesionalisht si mjeke në profilin tuaj, ku vërtet kemi shumë për të folur dhe shumë për të treguar, po sigurisht edhe në pozicionin tuaj kemi mundësi që të përcjellim mesazhe ndaj qytetarëve që na ndjekin dhe që janë besnik të këtij emisioni. Faleminderit. Unë do përpiqem të flas radh parë si mjeke, që jam e nderuar që jam pjesë e mjekësve, e stafit të mjekëve. Profesoresha, do doja të dija diçka më tepër drejt rrugëtimit tuaj profesional dhe sigurisht mënyrës se si jeta juaj ka marrë dhe ju keni zgjedhur të jeni mjeke dhe pastaj të jeni në specialitetin tuaj. Si ka qenë kjo dëshirë? Pse keni bërë këtë ndarje të degës e tjera me radhë? Shiko, kur mbaron gjimnazin, të gjithë kemi ëndra dhe çdo kush do të bëj të ketë, të shkoj diku që realisht i thot zëmra. I mat ka qenë mjek, në fakt, nuk jeton, babai, pedagog në fakultetin e mjekësisë për disa vite dhe drejtues në spitalin infektiv. Dhe ndofta ka qenë ai, të themi, ajo nxitja e parë. Duke parë modelin e një mjeku jashtë modestisë shumë përkushtuar ndaj pacientëve, në shërbim të tyre në çdo moment, ndofta kjo ka qenë edhe, të themi, drita e parë e mendimit për të vazhduar në fakultetin e mjekësisë dhe të vazhdoj në modelin e tij, jo vetëm si mjek, por edhe nga ana njerëzore dhe humane. E më pas specialiteti juaj? Si zgjodhët të jeni në specialitetin që keni? Fillimisht emrimin kam mbaruar me rezultate shumë të mira në vitet 91 në gjimnazin Petronini, Luarasi, ku studentët pasi fillova, domethënë, fakultetin e mjekësisë, emrimet, domethënë, mbasi mbaron edhe fakultetin, emrimet bëheshin në vitet 91, ka qenë viti i parë që emrimet u bën me 3% e studentëve më të mirë në institucione apo spitale, ku fillimisht emrimin që mora ishte në sanatorium, që sot është më pas Spitali Universitar i Pneumologjisë, i sëmundjeve të mushkërive dhe më pas Shevqet Ndroqi dhe sot është qendra spitalore rajonale Shevqet Ndroqi. Fillimisht kam pasur emrim si histopatologe. Pra, rrugtimi im filloi në pjesën për të parë këto problematika që lidheshin me bërjen, si mund ta themi thjesht, e biopsive dhe për të ndjekur të tilla probleme. Më pas, duke qenë se ishte domosdoshme për të pasur, ishim disa që ishim emëruar në spital, në pjesën e pneumologjisë, fillova të ndjek specializimin për pneumologjinë, pra për sëmundjet e mushkërive, ku mbasi mbaruam këtë specializim, si brez i ri që sapo ishim futur në spital dhe për masat e pneumologjisë po merrnin një zgjerim më të madh, jo vetëm se fillimisht spitali ka qenë vetëm për sëmundje tuberkulare. Më pas, pneumologjia, që është unike në vend dhe është tek Spitali Shevqet Ndroqi,
u bë edhe kërkoheshin hapësira për të pasur mjek të ri për të ndjekur këtë specialitet. Sigurisht, mbasi mbaruam, ishim 3 doktoresha të reja, mbasi mbaruam pneumologjin, u kërkua që të bështe ndjekja në repartet e terapisë intensive, pra në reanimacion, por që të punoje për asistimin e pacientëve që kanë probleme me frymarrjen dhe sigurisht reanimacioni ka pacientë që janë me gjendje shumë të rënda, kërkoheshte që të dije të njihje reanimacioni. Kështu që futëm në specializimi 4 vjeçar në vitin 93-97 të reanimacionit dhe pasi mbaruam këtë specializim, sigurisht që kemi patur fatin të jemi trajnuar nga mjek dhe njerëz profesionistë shumë të nderuar që nuk doresh asnjëherë së thoni që kemi realisht mirënjohjen për mundësinë që na dhanë për të qenë gjithmonë në mbështetje të jetës të pacientit, sepse në fakt të jesh reanimator, të jesh anestezist, të jesh intensivist, është një punë jo e lehtë, sepse ke pacientët të cilët vuajnë që kanë rëndesa me frymarrjen dhe çdo gjë fillohet me frymën. Prandaj them dhe shpreh mirënjohjen e thellë për atë brez të nderuar profesionistës që kanë ngritur dhe shkollën e anestezisë reanimacioni në vend. Dhe më lejoni ta përmend profesori Lirorin, që është një nga ikonat e mjekësisë shqiptare, profesor Misha Kërçin, që nuk jetojnë, Leka Hoxhën, dhe patjetër profesor Titan Sheun, profesor Orlan Xhaxhën, Sokol Agollin, Sokol Marën, Ben Finon, e shumë të tjerë, të cilët u bën për ne modeli i mjekëve të cilët na dhanë jo vetëm atë përkushtimin për punën, por për punë më të mirën në mbrojtje të jetës dhe të pacientit. Në fakt, ajo që më troqi vëmendjen është që në gjithë të rrugtim janë shumë vite punë, janë shumë vite përballje me raste nga më të vështirat, me ngarkesa të tilla emocionale që sigurisht vetëm ju mund t'i rrëfeni ashtu siç duhet, duke qenë se i keni kaluar dhe i keni përjetuar. Do doja të dija diçka më tepër rreth rasteve klinike që ju jeni përballur, ndoshta në një rast që ka qenë shumë i vështirë, por pas një pune shumë të mirë që është bërë, çdo gjë ka shkuar me sukses dhe që mund ta ndani me ne. Patjetër, ka plot raste, sigurisht që puna bëhet gjithmonë në grup, në ekip, dhe kur punon në thelbi i çdo suksesit është puna në grup. Domethënë, unë kam 35 vite pune, nga të cilat, domethënë 30 vite kanë qenë në sallat operatore, në terapinë intensive kryesisht, dhe mund të veçoj një rast që ishte në fillimet e mia, të themi, një djalë i ri nga Lushnja, mbasi ishte rrëzuar, kishte bërë domethënë traumë nga rrëzimi, por problemi ishte që mbas rrëzimit një hematom në pjesën e mbiveshkores që e sjellin në sanatorium, e sjellin në spital, ku unë isha në shërbimin e rojes dhe djali ishte 18-19 vjeç në ato kohë. Gjendja alterohet sepse vjen tek ne për arsye të një insuficiencë të rëndë respiratore, si pasojë e gjendjes septike. Pra, nga një traumë, hematoma, inflamuar, shkakton këtë gjendje tepër të rëndë.
Isha në fillimet e mia dhe kujtoj që dhe familjarët pyesnin a mund të vi dikush tjetër, një mjek tjetër, sepse me të drejtën e gjithkujt e prindit për fëmijën apo e çdo familjari. Gjithsesi u përpoqa duke u nisur edhe nga situata së bashku me stafin që ishim në shërbim roje. Fillimisht ai komunikonte, pastaj gjendja alterohet që fillon me humbjen e reagimet të koshiencës, e uljen e vlerave të oksigjenimeve dhe që çon ato që ne quajmë arrest kardiorespirator dhe futjen drejt një detresi respirator, që në fakt detresi që mund ta keni dëgjuar është një sindrom që shfaqet ndodh me dëmtimin e frymëmarrjes, por që ka shumë arsye për ta quar, pra është të themi një emërues i përbashkët i të gjithë insuficiencave respiratore apo pamundësisë për të kryer frymëmarrjen normale tek pacientët, dhe në këto kondicione u detyruam për ta intubova pacientin për ta futur pra në respiracion të drejtuar. Ku ndeti të themi rreth 10 ditë. Në ato ditë pulmoni, pra mushkëria, kishte një infeksion të tillë që kujtoj nga aspirimet që ne bënim nëpërmjet aparaturave bronkoskopit, që është një metodë, një mënyrë ekzaminimi, jo vetëm diagnostikimi, por edhe terapeutike për pastrimin e sekrecioneve të shumta që ndodhnin pra në ato momente në mushkëri, temperatura e lartë dhe alterimi i të gjithë organeve të jetës, se këtu është një problem shumë i madh, domethënë atakimi që bëhet jo vetëm pulmonin, por futja në lojë e gjithë organeve jetësore që çdojnë situatën dhe me thënë të drejtën e bëjnë të pamundur mbijetesën. Me gjitha asistimet brenda protokolleve mjekësore, për ditë me radhë u luftua fort, qoftë me terapi, me antibiotike tjera me radhë, asistimi respirator, me ventilimin mekanik pra me respirator, edhe të gjitha ato që mund të kryej një pacient në jetën normale, ushqyerja që bëhet me sondet gastrike, por edhe parenterale, me rrugë venoze e tjera me radhë. Dhe në ditët neve shikojmë duke gjykuar gjithmonë në vlerësimin klinik, në asistimin me respirator, duke ulur ato regjimet që ne vendosim në respirator, që fillimisht është i drejtuar, themi respiracion i drejtuar, pra mbahet vetëm nga aparatura frymëmarrja. Dhe në ditët në vazhdim, duke monitoruar analizat, kryera ekzaminimet, imazhet radiologjike, duke parë ndryshimet, patjetër gaz analizat që janë të domosdoshme për të parë ndryshimin e vlerave të oksigjenit dhe të gazit karbonik, si kanë shkuar, filloi të themi ai përmirësim që evidentohet edhe në dhënien e frymëmarrjes me aparaturën. Dhe ne bëjmë ato tentativat tona duke ulur regjimet në respirator, që krijohet deri në momentin ku pacienti mund të ketë edhe koshiencë, po e mban tubin sepse kërkon një triggerim, një mbështetje nga respiratori, dhe në këtë mbështetje patjetër ai edhe dëgjon për rreth. Duke i komunikuar, duke i thënë hapi syt apo dëgjon në atë që do t'ja them më pas këtë gjë, pse. Dhe arrim që të ekstubohet, pra të shkëputet nga tubi mbasi deri nga gjendja e vështirë dhe nga kjo situatë. Dhe në ditët në vazhdim ne gjithmonë jemi, sepse janë ato ditët pas ekstubimit që gjithmonë mund të rikthehemi dhe pas, por fatmirësisht situata shkoi shumë mirë. Dhe në momentin kur po bëja vizitën bashkë me kolegët, po nuk më dëgjoj zërin, por po shikoja grafin e këto tjera, ekzaminimet e tjera me radhë.
Dhe pastaj shkoj dhe po flisnim me një pacient tjetër në reanimacion. Kur djali thot, doktore Shalma? Je doktore Shalma? Vetëm nga që më dëgjoj zërin. Po, i thash unë. Doja në aparaturën që më keni vënë, vetëm zërin tënd kam në mendje, hapi sytë dhe të them drejtën, më ka ngelur thanë, kam dominant zërin tënd në vesh dhe më dukeshte në ëndra sikur më nxirnit krimba nga mushkrit. Me thënë drejtën, ishte befasuese ajo që tha, edhe pa tjetër gëzim për gjithë ne, për gjithë stafin, se thash, është punë që bëhet të jashtëzakonshme dhe është punë që jo vetëm nga mjekët, por stafi infermieror është i pa diskutueshëm në mbështetjen për të bërë punë kaq të mira. Dhe doli patjetër mbas disa vitesh, të themi, vjen në spital për dikë tjetër dhe thot më mban mend, natyrisht që nuk mund ta mbaja mend dhe u prezantua, po është një kënaqësi, është realisht një kënaqësi kur shikon, domethënë, atë besimin që sjell tek mbrojtja e jetës, tek buzëqeshja që u kthehet familjes, për më tepër, për çdo moshë ka vlerë jeta, po kur është dhe një moshë e re. Patjetër. Profesoresha, po në raport me, ndoshta sigurisht ju janë më tepër se 30 vite eksperiencë në raport me pacientët, a ka pas në një rast tjetër që po prapë ka qenë i vështirë dhe që mund ta evidentoni nga gjithë karriera juaj që mund ta ndani me ne, ndoshta në një rast që mund të ketë qenë i trisht, ndoshta një rast që vërtet është për tu ndarë me audiencët? Ka raste prapë koha e Covidit, në fakt që një sprov, që një luftë në mbar botën, jo vetëm për ne. Spitali Shevqendroqi ishte spitali Covid-2 dhe mendoni që reanimacioni kishte megjithse gjithë spitali u kthye në një reanimacion. Dhe në ato ditë të vështira, domethënë të themi për gjithë, di që jemi përpjekur të bëjmë më të mirën e mundshme dhe është bërë më e mira. Çdo njëri nga ne, domethënë, haroi pjesën e familjes, fillimisht kishim një kod veshje, kujdes se mos infektohesh, pastaj në ato fluksin e ardhjes së rasteve, di që haruam veten, edhe familjen. Ishte dominante të bëni më të mirën dhe ajo që unë e them me zë, ka qenë mbështetja që kemi marrë nga funksionoi shteti në mënyrën më të mirë të mundshme dhe ky funksionim bëri që të krijoheshin të gjitha mundësitë që çdo njeri të merrte shërbimin, pavarësisht moshave, dhe Shqipëria nuk e pati këtë. Të paktën di që kemi bërë maksimumin, pastaj ajo ju e dini që virusi ishte me shumë të panjohura në vetvete dhe të papritura, por që është bërë maksimumi. Një nuse e re, në fakt 18 vjeçare, ishte atzën, që erdhi në ato ditë, fillimisht virusi në fazën e parë që ishin disa tipe, pastaj bëri mutacion virusi, por fillimisht Gres Shazan nuk kanë qenë të problematike, të themi. Ishte formacionet e mutacionit që bëri virusi Delta e tjera me radhë, në këtë kohë filluan të shfaqen edhe gratë shtatzana, dhe ishte në muajin e 9, pacientja vjen me vështirësi në frymarrje, me temperaturë, prej disa ditësh, qëndruan në shtëpi, gjithmonë duke dashur të shmangin kontaktin me njerëzit, por situata u agravua që kërkonte patjetër asistimet në spital. Dhe kuptohet frika, stresi, gjitha ajo ngarkesë psikologjike, fëmia, të gjithë ishim të ngarkuar për si do shkonte, sepse ndryshimet vinin në uljen e vlerave të oksigjenimit, që ishte edhe një sinjal që fillimisht, domethënë, edhe njerëzit filluan të alertizohen, nëse sa i ke oksigjeni, sa të ka rënë.
Këtë e them sepse në kohët më përpara, kur ne kishim detresa të tilla respiratore, ulja e oksigjenit edhe 95% është norma e saturimeve periferike, ulja në 95 alteronte gjendjen klinike. Por në rastet e Covidit, kjo ishte e çuditshme që pacienti ishte me oksigjen e saturime periferike 60 dhe komunikonte normalisht. Dhe u quajt ajo hipoksemia e lumtur të themi, sepse pacientët vinin në gjendje normale dhe fillimisht neve kemi kontestuar që nuk janë në rregull aparatet. Pastaj kjo na bëri, domethënë që Covidi i jepte këtë ulje të oksigjenit dhe ti kur e shikoje ishte ajo dita e 7-8 që quhej stuhia e citokinave, stuhia që shkatronte mushkrin dhe kur pacienti kishte ardhur në fakt në këtë situatë kishte ndodhur drama, dëmtimet në mushkri ishin të jashtëzakonshme. Dhe pikërisht për këtë arsye ishim updetuar me këto të dhënat e fundit dhe kur nusja e re erdhi ishte me oksigjenime të cilat fillimisht ishin tek 90-a, 88-90-a dhe pastaj filluan të binin në mënyrë të frikshme 86, 82 e kështu me radhë që na detyruan të asistoheshte me respirator. Por në këto momente ishte edhe u provokua lindja e fëmijës, sepse edhe shtazania vet, ngritja e diafragmave dhe problematika e shtonte këtë lloj ngarkese. Kështu që në sallat tona operatore, tek Spitali Shefqet Ndroqi, në bashkëpunim edhe me ekipin e Spitalit Universitar Koço Glozheni, realizuam lindjen e fëmijës dhe them drejtën që një emocion, qarja e fëmijëve në ato moment që gëzim për të gjithë, sepse në një ambient tepër të vështirë dhe që ti kupton që jeta do vazhdoj, që do lindin, do ketë vazhdimësi dhe që edhe një forcë për ne në ato momente. Përmirësimet u dukëm pastaj jo vetëm nga fëmia, por edhe nëna e re, që filloi pastaj oksigjenimet të përmirësohen, gjendja klinike, temperatura e gjitha me radhë, dhe sigurisht edhe kyçe një satisfaksion për gjithë stafin që bashkëpunuese dhe që pam domethënë këtë lloj mundësie sepse ishte hyrë tek rastet e vështira. Pastaj rast tjetër, prap do ta përmend Covidin, sepse është një pjesë që kalon gjuhën te të gjithë, një kohë e vështirë për gjithë, dhe që dua domethënë që realisht në ato ditë të vështira për ato njerëz u përpoqëm të jemi familja, sepse dihet edhe arsyeja që nuk mund të futeshin familjarët edhe një djalë 17 vjeçar në fakt që është në dhimbje, ishte djali vetëm, kishte edhe 2 motra dhe jati ishte në pavion në fakt, dhe ai në gjendje të rëndë. Djali ishte 17 vjeç dhe kujtoi që i kemi ndenjur me një asistim ato gocat, infermierët, duke i mbajtur dorën për të mbajtur maskën e oksigjenit, sepse përpara se të intubohet, tani janë dhe këto strategjitë e ventilimit që tek Shefqet Ndroqi stafi ishte i trajnuar për ta trajtuar, kështu se e keni dëgjuar që intubimi ishte fatal për këta pacient, pasi vetë virusi bënte mpiksje të gjakut dhe nëse ti e ventiloje në momentin, ndryshe nga situatat e rënda viruset që kishim parë paraprakisht, që mbasi intuboheshin pacientët dilnin,
Virusi duke bërë piksin e gjakut, ti e oksigjenoje, por mbasi e intuboje pacientin, nuk është shkëmbimi i gazeve nga bllokimi i enës së gjakut. Dhe këtu që aty në spitalin shërbëqendror kanë dalë disa raste, në fakt nga intubimi, tash fal edhe trajnimit të stafit, dhe në tilla raste jemi përpjekur të përdorim këto metodat e tjera me kaska, maska, high flow apo metoda të cilat ndihmonin ventilimin pa futur tubin, pra intubim. Dhe djali tek shifte atë edhe problemin që kishte, nuk do t'i haroj ato fjalët atij djalit. Më fali moj teta se ju lodha, dhe them drejtën, nuk mundi të mbjetonte. Domethënë, di që në ato momentet e fundit, ato gozat e reanimacionit janë shtrirë aty, duke mbajtur dorën, ndërkohë që dhe jati ishte një kat më lart, dhe fatkeqësisht ky virus tregoi që ana genetike ishte e frikshme, sepse dhe ai ndrojet mbas jati, mbas 10 ditësh të themi. Dhe di që mbas një 2-3 javësh ndofta isha në oborin e spitalit dhe shoh një vajzë të re e veshur me të zeza që më ndalon dhe më thot, doktoresh Alma, po i them, unë jam motra e atij djalit që ndroi jetë dhe dua t'ju them që ju që i mbajtët dorën, vllajt ton momentit e fundit jeni motrat tona. Pra, këtu kishte humbur mjekësia, po ka fituar njerëzi lloku dhe e kam përqafuar, nuk di çfarë të them, një dhimbje që nuk më hiqet nga mendja. Janë raste edhe plot të tjera që të them se jemi koshient që nuk mund të kënaqim çdo shpresë njerëzore. Prandaj edhe pragu i dhimbjes për ne është i pamundshëm. Kanë kaluar kaq vite në fakt edhe nëse e shohim sot, shumë njerëz e shikojnë pa ndonjë emocion të madh sepse njeriu ka tendencën që të harrojë dhe të harrojë shpejt në kohë çfarë ndodh. Por unë e kujtoj mjaft mirë dhe e di që ato ditë, sidomos për ju, që keni qenë në përballje direkte me rastet më të vështira, sepse shumë mund të jenë prekur dhe gjenetikisht nuk kanë pasur nevojë ndoshta edhe që të afrohen në një spital, por vërtet raste të tilla kaq të dhimbshme, kaq emocionale, ju i keni pas, jam i bindur të shumta dhe lën gjurmë të forta tek një mjek, nuk diskutohet të çdo lloj stafi mjekësor. Në fakt, unë do doja të të pyesja në këtë drejtim, a ka patur një moment vështirë në gjithë këtë periudhë të gjithë viteve të karrierës, por sidomos edhe në kohën e Covidit, ku ndoshta jeni mërzitur, keni pas një moment dobësie ku keni thënë ok, stop, jam e ngarkuar dhe dua të bëj 2 hapa pas, ose jeni dorëzuar, le ta themi, në këto vështirësi të tilla. Shiko, asnjëri nga ne nuk është imun nga smundja, e keqja dhe vdekja. Dhe ne mjekët, përpara se të jemi mjek, jemi njerëz që e keqja na ka prekur edhe në jetën tonë. Dhe si çdo kush, si çdo njeri që të rrëzon dhimbja, edhe unë si çdo kush jam rrëzuar nga dhimbja, që kemi përjetuar nga humbja e njerëzve të dashur dhe në shumë momente ti thua pse. Por në këtë rrëzim që fatkeqësisht domethënë e hasim, patjetër është ajo mbështetja që ti gjen tek familja, tek miqt, tek njerëzit dhe të zgjedhësh të profesion të mjekut është në radhë të parë të kuptosh që jo të harrosh veten, por është një mision. Është një mision dhe nëse e kupton kështu, nuk jam, pavarësisht me sensibilitetin që kam si njeri, nuk jam nga ato që dorëzohen. Kështu që trimi kush çohet nga rrëzimi dhe sepse e tillë është jeta. Edhe me stafin dhe me kolegët dhe me gjithëkënd, askush më shumë se ne nuk e di se sa shpejt ikën,
se si ikën në 1 sekond. Prandaj gjithmonë edhe me kolegët themi që duhet vënë vetja në pozicionin e njeriut që ka hall. Absolut. Dhe kur e mendon kështu, njerëzit edhe kur vinë ato kushtet e një emergjence, se emergjenca ka atë pjesën e triazhimit që ka prioritet kush më e madhe problematika, por çdo kush ka nevojë për ato fjalën. Sado mjek i mirë tjerë, sado t'jesh i aftë profesionalisht, ajo mbështetja njerëzore që gjithkush ta ndjej që je aty për ta ndihmuar, për ta mbështetur. Dhe në këtë qasje them që asnjëherë nuk e kam menduar këtë gjë. Absolutisht. Ka pasur një moment në një mesazh prej gjithë po themi pacientëve ose prej familjarëve tuaj që keni pasur që gjithë kësaj periudhe që ju ka ngelur në mendje një fjalë e tyre, një mesazh i bukur që ju ka bashkëshoqëruar gjatë gjithë kohës. Jam i bindur që keni patur falënderime, jam i bindur që keni patur mesazhe të bukura sa të duash në raport me punën e madhe që është bërë, por ka diçka specifike që mund ta ndajmë së bashku? Shiko, mesazhet janë të shumta, por di të them që ajo buzëqeshje që ti sjell tek njerëzit është një pasuri që nuk ka çmim. Dhe nuk e di, realisht e them këtë. Është ajo që jeta triumfon në çdo moment dhe që mesazhet janë të panumërta që tani nuk po më vjen se në një ndërmend, po janë gjithmonë në sensin pozitiv, kur njerëzit kuptojnë që jenë në mbështetje të tyre për t'i ndihmuar dhe për të bërë maksimumin. Dhe thash, kanë edhe në momente të humbjes, kur të falenderon dikush të bën të kesh një obligim më të madh, që duhet bësh më të mirën, pavarësisht pafuqësisë që kemi, sepse kjo është... Profesor Shalin, ndroj pak edhe njëherë këndin tonë të pyetjeve, do doja të dija diçka më tepër tashmë në raportin tuaj individual, në raport me shoqërinë. Do të thënë ne të gjithë jemi sigurisht jemi profesionistë, po jemi edhe në raport me të tretë. Çfarë të trishton më shumë ti në realitetin tonë, në raport me të tretët, me individët, diçka nga karakteri i njerëzve, diçka nga sjelljet njerëzore, apo diçka nga veprimet që ata bëjnë? Çfarë të trishton më shumë ti? Në sensin e mërzitjes që mund të marrë nga njerëzit, nga fjalët, nga... Unë jam një person që gjithmonë mos mirënjohja më shqetëson tek njerëzit. Është diçka e cila më lë një shije të keqe. Shiko, asnjë nuk e do, më thonë, këtë, sepse kuptohet ndonjëherë i mati ndjerë thoshte një fjalë, edhe kur dikush i thoshte, ka thonë dikush diçka ose thoshte kalo llaf, kalo fjalë. Sepse në fakt mitësia e vërtet nuk e thot këtë, por edhe nëse përcaktohet edhe nga një rrethana e caktuar dhe nuk i mbjell vetes inat apo zëmërim. Sepse në fakt çdo gjë është kalimtare. E vërteta mbetet, kështu që përpiqem që ti anashkaloj këto fjalët e tepërta ikin, dhe nuk dua realisht të mbaj zëmërim apo inat, si puna e asaj që thonë uthulla e fortë bryen enën e vet, por zëmërata apo inatet janë nonsens, kur gjithkush nga ne që është në mjekësi shikon që nuk ja vlen të shqetësohesh për gjëra të cilat i konsideroj të vogla. A ka patur në një moment në raport me miqësinë tuaj, me shoqërinë tuaj, që deri diku domethënë keni ndier një gatishmëri të vazhdueshme tuajën
për t'u gjendur, ndonjëherë telefoni është gjithkohës në gatishmëri. Si e keni këtë qasje në raportet me qytetarët edhe ata që ju nuk i njihni? Ndonjëherë keni një lloj ndjesie sikur jeni shfrytzuar apo është thjesht një mision human i një individi që është mësuar gjithkohës në gatishmëri për të gjithë? Jo, nuk e them këtë, të shfrytëzimin nuk e pranoj në asnjë mënyrë. Patjetër telefoni është një dritare që na lidh me botën. Dhe nuk bëhem peng e telefoni në sensin që ndofta na lidh me njerëzit larg, po që të na bëj të largojmë nga njerëzit që kemi afër, apo të ri thash pending e mesazheve që mund të vinë fjalë të mira, por mund të vinë edhe fjalë jo të mira që mund të ngarkojnë emocionalisht. Përpiqem gjithmonë t'i anashkaloj, duke mos ju dhënë rëndësi atyre. Më ndodh shpesh ndonjëherë edhe në familje, sepse tani ne kemi zgjedhur këtë profesion, që është mision, edhe patjetër që kush të telefonon nuk është rrallë të telefonojnë për qef, të themi. Është aq e vërtet kjo sa ndonjëherë kur më marrin dhe nga familja, fjalia e parë që më vjen çka ka ndodhur, dhe ato po jo morëm të pyesim si e, sepse është pjesë e kësaj. Realisht ndonjëherë ndihem keq, edhe sidomos tani, që për momentin mund ta shikoj një mesazh dhe nuk i përgjigjem dot. Dhe më ri mendja nëse ose mund më bëj dhe skip ta kaloj se ngarkesat e punëve, por përpiqem edhe nga njerëzit që nuk më njohin fare, shkruajnë edhe në Messenger apo përpiqem t'i marr dhe vetë, t'i marr personalisht në telefon për çfarë do lloj problemi, sepse në fund fare kjo është ajo që kemi në dorë të bëjmë, të qenurit njerëzor. Profesoresha, po në raport me kohën tuaj, ju keni një sër angazhimesh, cila është pjesë e kohës që ju ngel për veten sot? Shiko, është një poemë austriake për kohën, që thot: kohën mos e akuzoni. Kur shan kohën, veten shan. Me letrën krejtësisht të bardhë, të pashkruar, koha ngjan. Letra është e panjollosur. Shkrimi jeni ju mbi të. E nëse shkrimi s'është i bukur, çfarë ka letra për këtë? Kështu që koha gjendet. Ky është mesazhi që në çdo moment përpiqem t'i alteroj të gjitha, sepse jeta është e shkurtër dhe duhet ta shfrytëzojmë çdo moment të saj në kuptimin më të mirë të fjalës. Kjo është një mesazh jashtëzakonisht shumë i bukur, sepse ne jemi mësuar që me gjithë profesionistët, gjithë kolegët tanë, sa herë që flasim në raport me kohën, gjithmonë e kanë kohën të kufizuar, gjithmonë koha që u ngelet për veten është shumë minimaliste, duke qenë se prioriteti është po themi angazhimi maksimal në të gjitha fushat. Profesoresha, po në raport me ju sigurisht si çdo njeri kaloni momente të vështira ose keni një moment tensioni ose një moment mërzie, kujt i referoheni si telefonata e parë e emergjencës për të komunikuar në një moment vështirë që keni? Sigurisht që është familja. Janë bashorti, mamaja, motrat, miqtë e dashur, por siç e thash, përpiqem të mos e transmetoj ngarkesën, sepse edhe ai transmetimi i stresit tek familja ndonjëherë mund t'i shqetësoj dhe ata më shumë. Kështu që gjithmonë kam gjetur mbështetje, sepse dihet që familja është jo vetëm burim jete, por edhe dashuria që nuk kresht asnjëherë, apo miqt që janë si ato mëngjese që ndofta nuk i ke gjatë gjithë ditës,
por do t'i kesh aty mëngjesin tjetër, kështu me radhë, dhe gjithmonë marr qetësi nga fjalët dhe nga mesazhet për t'i anashkaluar fjalët apo inatet në sens, dhe gjithmonë jam për paqen, për faljen, se falja, them, është kontributi më i çmuar që mund t'japi çdo kush në shërimin e mendjes. Profesoresha, ju keni një familje në fakt tepër të nderuar dhe një ndër pyetjet që unë kam dëshirë gjithmonë t'ia bëj të gjithë kolegëve është cili është ai mesazh që nëna apo babai juaj ju kanë dhënë, ai mesazh i bukur që ju bashkëshoqëron po ashtu në punën tuaj dhe që vërtet sa herë që e kujtoni gjithmonë ndaleni dhe edhe e risillni në mendje. E thash, babai ka qenë mjek, shumë i nderuar, dhe mamaja po ashtu. Ne jemi nga Dibra, nga babai mbiemri është Cani, ndërsa nga mamaja Cami, është një koincidencë mbi emrash. Familja shumë të nderuar e të Dibrës, që na edukuan të jemi njerëz në rast të parë e për më tepër njerëz të mirë. Them që është fakt dhe bekim ta fillosh jetën mbi supet e prindërve të mirë. Edhe pastaj e ke në dorën tënde vazhdimsinë. Por them që kemi qenë me fat nga modelet dhe nga mesazhet që kemi marrë gjatë jetës të treja motrat. I madh i ndjer ishte aq i përkushtuar, sa e kujtoj motra kur ishte e vogël, ne jemi 3 motra e vogla e pyesnin ku punon babai, babai punon roje, po mami në mbledhje, dhe realisht jemi rritur me këtë motivin që të bëjmë më të mirën për njerëzit. Mamaja gjithmonë shpreh këtë, mbaj gjithmonë kokën pas, sepse ka më shumë njerëz pas se përpara. Dhe kjo, të qenurit gjithmonë për të bërë më të mirën, për të qenë njeri i thjeshtë, është, them, një mesazh që e kemi marrë gjatë jetës, të treja në motra, dhe realisht ndihem mirë që edhe tek njerëzit e vlerësojnë këtë mesazh, është transmetuar ky mesazh. Pasi është ajo që thash, edukata që ti merr në familje dhe drejtësia që ke në zemër, çon atë bukurinë e karakterit dhe që harmonizohet pastaj në familje të shëndetshme. Nga Dibra, origjina është nga Dibra dhe është ai angazhim që e kam të trashëguar nga familja për të pasur memorje, pasi kujtesa në fakt është edhe një udhërrëfyes për jetën tona dhe që të ndihmon gjithmonë të japësh për njerëzit që i rrethon dhe të mos i shgënjesh. Ky është një angazhim që çdo njeri nga ne duhet ta ketë. Angazhimin mos shgënjimin edhe të njerëzve që të besojnë dhe të rrethojnë. Po në raport me mjekët e rinj, domethënë ne hasim në përditshmëri mjekë të rinj të cilët kanë një dëshirë dhe një tendencë për të ikur nga Shqipëria, për të ndërtuar qoftë një specializim jafsh, po edhe një lloj jete të re, le të themi, në një vend tjetër larg vendit tonë. Cili është opinioni që keni ju për këtë rrugtim të mjekëve të rinj? Në fakt, çdo i ri ka ëndrat e veta dhe kërkon për mundësi më të mira. Por në fakt, në vendin tënd, na dhe të rinjt janë vetë mundësia. Kështu që adheu është jo vetëm vendi ku kemi lindur, por është edhe shpresa që ushqehet me ëndrat e të rinjve. Ndaj edhe kam edhe miq edhe kolegë që janë në përbote
sigurisht jemi krenar për atë arritje të tyre, por që gjithmonë janë me atë kokën brapa për të shërbyer këtij vendi, për të shërbyer atë dheut. Kështu që mendoj që nuk mund ta shohim kështu bardhëzi. Patjetër që çdo kush ka gjithë të drejtën të bëjë më të mirën, por ti shërbesh vendit tënd, nuk është pra vetëm vendi ku ke lindur, por është vendi që askush më shumë se ne nuk e do më shumë atë që ne quajmë shtëpi. Kështu që mesazhi është i qartë. Diçka në fund që nuk mund ta harroj në raport me studentët. Ju jeni profesoresh, keni një jetë në nivel akademik, në angazhimin tuaj me studentët. Çfarë janë studentët për profesoresh Almacani? Unë në fakt, pavarësisht angazhimeve, studentët dhe leksionet nuk i lë. Studentët për mua janë kolegët e arshëm. Edhe përpiqem që në ato seminaret që bëj me studentët, dhe tani aktualisht kam një grup 8A, dhe në fakt vetë dhe kur kam qenë student në fakultetin e mjekësisë, kam qenë 8A. Që përpiqem dhe ju them, i trajtoj si kolegë. Ju them që në këto seminare shfrytëzojeni, sepse gjithë kemi qenë student, dhe me atë idenë që se do t'i lexoj kur të kem sezonin e provimeve, shfrytëzojeni këto momente për të ndarë, për të bashkëbiseduar, dhe përpiqem që t'ju jap edhe në PowerPoint çdo seminar, duke u bërë dhe shpjegimet për gjitha problematika që ka anestezia, terapia intensive. Them drejtën, e kam e dëshiroj këtë pjesën e dhënjes se është ky brez i ri që realisht është ardhmja, edhe dua të jap maksimumin dhe përpiqem për ta bërë këtë. Kështu që gjithmonë i trajtoj si kolegë, jo si student. Sepse në fund fare ato kanë hyrë tashmë në rrugëtimin e këtij misioni kaq të shenjtë. Juve ju ka rreshtur, ju ka quar të dëgjoni o Zot më ndihmo. Dhe pyetja ime është, çfarë është Zoti për ju? Është një element i rëndësishëm në besim për të çuar gjërat para? Patjetër. Është gjithmonë ne ndjejmë mjekësia, nuk jemi të pafuqishëm, thash, për të kënaqur çdo shpresë njerëzore. Kështu që ky vdekja, ky mister që askush nuk e di të na thot, por besimi në Zot është sigurisht një mundësi për të lehtësuar dhe dhimbjen dhe për të kuptuar atë mesazh që lazgushi i madh thoshte: në trup jam, në zemër dhe në shpirtin tënd. Kështu që është mirë ta përcjellim këtë si mesazh. Profesoresha, ne kemi ardhur dal nga dala për fundit të emisionit në fakt, dhe do doja të dija dhe të kisha për jush një mesazh të rëndësishëm drejtuar të rinjve në vendin tonë. Të rinjt janë e ardhmja e Shqipërisë, dhe do doja të ndaleshin në një mesazh drejtuar atyre si një fuqi vërtet e rëndësishme për të çuar gjërat përpara. Mesazhi që dua të përcjell është në fakt të jesh njeri, e për më tepër njeri i mirë. Të jesh njeri në fakt do të thot të dish të dëgjosh edhe kur nuk ke mundësi për të dëgjuar. Të falësh edhe kur nuk ke arsye për ta bërë atë. Të japësh jo me idenë që do marrësh diçka mbrapsh. Të ndihmosh këdo pas një lloj interesi, të themi, dhe të flasësh
me zemër, sepse të flasësh me zemër do të thotë edhe është mbi çdo titull, pozicion apo sukses tëndi. Dhe kjo të bën që të kuptosh dhe ato që çdo gjë është kalimtare dhe duke qenë kështu është për çdo njërin nga ne është të qenurit njeri mbahet mend tek të tjerët përgjithmonë. Kështu që ky është ai mesazhi që dua ta përcjell, domethënë. Dhe si do donte që të mbahej mend profesoresh Alma Cani në ditën që përmbyll profesionin si mjeke edhe shkëputet nga jeta aktive në raport me pacientët, me studentët etj. Si do dohet të mbaheshe mend? Si njeri i mirë. Unë të falenderoj shumë për mesazhet, falenderoj shumë për kohën që ndam së bashku. Është shumë e nevojshme gjatë gjithë kohës që profesionistët tanë më të mirë të shpalosin disa nga gjërat krejt minimale të një pune shumë madhe që bëjnë, sepse kjo është vërtet shumë e rëndësishme për ata që na dëgjojnë dhe për ata të cilët ndonjëherë nuk e dinë që puna që bën mjeku është vërtet shumë e madhe. Është një punë e madhe gjithmonë në dobi të pacientëve dhe gjithmonë në dobi të jetës. Kështu që unë të falenderoj që ishe këtu sot me mua dhe që ndam këto mendime së bashku. Faleminderit ju. Duke ju falenderuar të gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.